Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të ndalemi së bashku të mësimin numër 4 i nivelit B1 të gjuhës angleze. Këtu do të shohim diçka praktike, do të vazhdojmë të ndjekim historinë e Jenny dhe Rob, dhe do të flasim pak për problemet të cilat mund të ndodhin në një hotel problems. Kështu i vendosim në praktik çfarë kemi mësuar deri tani. Le të fillojmë pak me prezantimin, meqense teknikisht në nivelin e tretë është hera e parë që i shikojmë së bashku Jenny and Rob. Kemi filluar të shikojmë historinë e tyre që nga niveli i dytë, A2-shi, dhe do vazhdojmë akoma edhe në nivelin B2. Ndërmjet tyre, kemi thënë edhe në videot e tjera, do të shikojmë aspekte praktike, për shembull rezervimin në një hotel, ose siç do të shkojmë sot, problemet që mund të lindin në një hotel, u shkojmë në dyqan e blejmë diçka, në farmaci dhe kështu me radhë, pra aspekte praktike. Kështu që mësojmë të vendosim në praktik të gjitha aspektet gramatikore që kemi mësuar, fjalët dhe shprehjet e reja. Fillojmë pak me introduction, prezantimin, për ata që kanë kaluar direkt në niveli 3 dhe është hera e parë që prezantohen me këto personazhe. My name is Jenny Zelinsky. Pra emri im është Jenny Zelinsky. I live and work in New York. Jetoj dhe punoj në New York. I'm the assistant editor of a magazine called New York 24/7. Pra janë ndihmëse montazhi, besoj se është fjala më e afërt në shqip, e një reviste e cila quhet New York 24/7. A few months ago, I visited our office in London to learn more about our company. Disa muaj më përpara, unë vizitova zyrat tona në Londër për të mësuar më shumë rreth kompanisë tonë. I spent some time with Rob Walker. Shpenzova fjalë për fjalë, pra kalova ca kohë me Rob Walker. He's one of the writers there. Ai është një nga shkrimtarët atje. We had coffee together and went sightseeing. Ne pim kafe së bashku dhe shkuam për të parë vende, pra sightseeing është kur ne shkojmë në një qytet ose në një vend të caktuar dhe shikojmë pamjet që janë atje, që janë zakonisht pamje tërheqëse për turistët ose vendasit. He was fun to be with. Pra, ishte një person, kur themi fun to be with, e kemi përmendur edhe në videot e tjera, flasim për një person me të cilin kalojmë kohë bukur, pra kalojmë bukur. We invited him to work for the New York magazine for a month and he agreed. Ne e ftuam atë që të vinte të punonte për revistën në New York për një muaj dhe ai ra dakord ose pranoi. Dhe në fund, it's going to be great to see him again. Do të jetë bukur, pra do të jetë super, të shoh atë përsëri. Duke qenë se po tregon për ngjarjet e së kaluarës, nëse vini re, të gjitha foljet kur flasim për të kaluarën janë në formën e kaluar, të rregullat me ed, okay, si visited, dhe të parregullat pasaj. Ndryshojnë në varësi të foljes, për shembull folja spend, shpenzoj me d në të tashmen, ndryshon në t në fund, spend, shpenzova ose kalova. Ok, tani kemi Rob i cili vjen në New York dhe në këtë situatë do të shikojmë kur ai telefonon recepcionin, calling reception, receptionist and Rob, pra dy personat që do t'i kemi në dialog. Hello, reception. Hello, this is room 616. Përshëndetje, kjo është dhoma 616. How can I help you? Si mund t'ju ndihmoj? Kishim pikë pyetje këtu. There is a problem with my air conditioning. It isn't working and it's very hot in my room. Pra, ka një problem me ajrin e kondicionuar, ajrin tim për fjalë, timi të dhomës ku është. Nuk po punon dhe është shumë nxehtë në dhomën time. I'm sorry, sir. I'll send somebody up to look at it right now. Më vjen keq zotri, do të rregoj dikë lart, fakti që përdor up i bie që dihet në katin më lart ose katet më lart, që ta shikojmë, kuptimi që ta kontrolloj atë me një herë right now, tani. Dhe kalon pa kohë, duket se ky problem është rregulluar, kemi një problem tjetër. Përsëri Rob telefonon dhe përgjigjet recepcionista. Good evening, reception. Pra, jemi në mbrëmje tani, në mbrëma, recepcioni. Hello, I'm sorry to bother you again. Pra, përshëndetje,
kërkoj ndjes ose më vjen keq që po ju shqetësoj, bother, pra të shqetësosh, të bezdisësh ti kë përsëri. This is room 616. Kjo është dhoma 616. How can I help you? Si më të ndihmoj? I have a problem with the Wi-Fi. I can't get a signal. Pra kam një problem me Wi-Fi. Nuk mund të marr fjalë për fjalë sinjal, kuptimi që nuk kam sinjal, nuk lidhet. I'm sorry, sir. I'll put you through the IT. Më vjen keq zotri. Tani shikoni pak shprehjen I'll put you, I'll është kurtimi I will, pra do të në të ardhmen. Put you through, fjalë për fjalë do të kaloj, pra kur ne e kalojmë nga kjo linjë në një linjë tjetër. Okay, me çfarë linje po e lidh? Me atë të ITs, okay? Information technology. Pra personat që merren për të kujdesur për këto pajisjet elektronike, internetin, kompjuterin, telefonat dhe kështu me radhë. E falenderoj, thanks. Okay? Pra, këto ishin dy probleme që i lindën Rob në hotelin ku ai ndodhte. Kuptohet, nëse kemi një problem të ngjashëm ose diçka tjetër, mjafton të përdorim të njëjtën strukturë, thjesht pastaj duke ndryshuar fjalët në lidhje me problemin që kemi. Nëse nuk është me air conditioning, po është me diçka tjetër, mjafton të zvendësojmë ato fjalë me fjalën air condition. Okay, kalojmë atej. Tani të shikojmë pak John and Jenny and Rob meet again. Takohen sërish. Okay, tani kemi bisedën ndërmjet Jennifer and Rob. Jenny që flet e para. So here you are in New York at last. Pra, këtu je në New York më në fund. Yeah, it's great to be here. It's really exciting. Po, thotë Rob, është super të jesh këtu, shumë emocionuese. And how is your hotel? Të si është hoteli jot? It's fine. My room is really nice. Është okay, thot. Dhoma ime është e lezetshme. Kalojmë të djathtë. Do you have a good view from your room? A ke një pamje të mirë nga dhoma jote? Atëherë më falni, fika pak freskuesen që mos të dëgjohet shumë. Okay. Pra ke një pamje të mirë, të bukur nga dhoma jote. Si thotë Rob? I can see a lot of buildings. Pra, mund të shoh thot shumë ndërtesa. Pastaj vazhdon Jennifer. Tomorrow I'm going to show you around the office and introduce you to the team. Nesër thot, do të tregoj përdallë, pra do të tregoj zyrën dhe do të prezantoj ty me skuadrën. Barbara is looking forward to meeting you. Okay, këtu kemi një shprehje, kemi përmendur edhe në videot e tjera. Looking forward në shqip do t'i binte mezi pret, pra për diçka pozitive që do të vijë në të ardhmen. Pra Barbara thot mezi po pret që të takoj ty. Duket që Rob nuk po reagon për momentin, prandaj ja kujton. You remember Barbara, your boss? Pra të kujtohet Barbara thot, pronarja jote. Oh yeah, sorry. Po, thot, më vjen keq ose më fal. Tani kuptojmë përse Rob nuk është kaq i përqendruar nëse arrini të dalloni në fotografia, është për gjumësh. Okay? And then, vazhdon Jenny, and then you can start thinking about your blog. Dhe pastaj thot mund të fillosh të mendosh rreth blogut tënd. Have you got any ideas yet? A ke ndonjë ide tashmë? Rob. Okay, po I flas ai është për gjumësh. What? Çfarë? Sorry Jenny, më vjen keq Jenny. You must be tired. Duhet të jesh I lodhur. Yes, I'm a bit. Jam pak, thotë Rob. What time is it now? Sa është ora tani? Vazhdojmë nga ana tjetër. It's 9 o'clock, thotë Jenny. Është ora 9. That's 2 o'clock in the morning for me. Është ora 2 e mëngjesit për mua. Përse? Sepse Rob po vin nga Anglia në New York, kështu që kemi atë diferencën e orës dhe normalisht kur bëjmë udhëtime të tilla, zakonisht na duhet pak ditë që dikush të ambientohet me ndryshimin e orarit, ndryshimin e kohës atje. Çfarë thot Jenny pasaj? Let's finish our drinks. Le të përfundojmë pijet tona. You need to go to bed. Ti ke nevojë të shkosh për të fjetur në kravat, fjalë për fjalë. I guess you're right. Mendoj se ke të drejtë. So, I'll see you in the office at 11 o'clock in the morning. Tha do të shihemi, ose do të shoh fjalë për fjalë, ty në zyrë në orën 11 në mëngjes. At 11? Në 11? Is that okay, thot Jenny? A është okay? It's perfect. Është perfekte. Thanks, Jenny. Faleminderit, Jenny. There's just one thing. Ka vetëm një gjë, thot. Don't be late. Mos u vono. Pse ja thotë? Për ata që kanë parë episodet e mëparshme, Rob kanë tendencën që të vonohet pak në përgjithësi. By the way, është shprehje
që në shqip do të ishte me qëra fjala. It's great to see you. Pra, është super që të shoh ty. Yeah, it's great to see you too. Po, thot Jenny, është super, shumë mirë, pra bukur që të shoh ty gjithashtu. Okej, bukur, kaq kishim për këtë video, mund t'i rikthehemi meqense janë biseda pak relativisht të gjata. Pra, i kemi këto biseda praktike, siç thamë edhe një herë, që ne nëse ndodhemi në një situatë të tillë ose relativisht të ngjashme, të përdorim këtë lloj strukture, pastaj kuptohet mund të jetë e nevojshme të ndryshojmë një fjalë ose shprehje në varësi të situatës ku jemi. Edhe një herë, ju falenderoj për vëmendjen, dëgjohemi në videon e radhës.